Nuk është gjithçka të seksi, por gjithçka të seksi mbaron, por të. Your favorite? Cili zhanër është kingu I playlistave të seksit? Në një studim nga Zip Health, ku janë analizuar mbi 11.000 këngë nga 148 playlista në Spotify me temat si sex, making love edhe friki. Edhe pse R&B-ja ka qenë gjithmonë sinonimi I sensualitetit, playlistat e sotme në Spotify tregojnë që popi dominon më shumë, e pas tij vijnë hip-hopi e rapi e R&B soul. What? Kjo krejt për arsyën se shumë këngë pop kanë tekste flirtuese ose seksi edhe kur nuk duken tilla. Gjithashtu është më mainstream, pra është më e lehtë me u përfshi në playlista për shiftet e të gjitha stileve. Plus artistët pop shpesh përzinë elemente nga R&B-ja edhe hip-hopi, duke I bërë këngët më të përshtatshme për dhomën e gjuhës. Po a ke mendu pse njerëzit preferojnë me ngu muzikë gjatë këtij akti? Pije një masion zaj punë. Këto janë dy arsye kryesore. 68% e njerëzve që dëgjojnë muzikë gjatë seksit thonë se ju ndihmon me ankthjen e performancës. E 63% ka raportuar se seksi zgjat më shumë kur ka muzikën së fund. Tash po e kuptoj pse ka lind kjo këngë. Thjesht, muzika është për me të arrit boostin e me t'jep ma shumë ndjenja sensuale, qysh ndikon edhe në për emocione tjera. Një tjetër fakt që mundet me t'i prish krejt matematikat është se zhanri ma pak seksi është country music. Pra, nëse s'don me prish momentin, kthen Urban FM, se country është kill switchi I atmosferës. Now if you came here to two-step, I'm 2 steps ahead. Mos u bëni shumë nervoz, ma shumë dashni. Kështu që show love, to e bo follow Urban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.